Fëmijët e qendrës kulturore së Lushnjës kanë rikthyer një prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë. Martesën e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu me Donika Arianitin. Me kurora në kokë, flamujt e vizatuar dhe veshje popullore, ata kanë vendosur në skenë këtë moment në përkujtim të 26 prillit 1451. Kryeministri Rama ka ndarë në rrjetet sociale një video që përmbledh improvizimin e realizuar në përvjetorin e 575 të kësaj martese. Mirëmëngjes, dhe nga Manastiri i Ardenicës, me këtë improvizim të bukur të fëmijëve të qendrës kulturore Lushnjë në përkujtim të 26 prillit 1451. Kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu lidhi kuror me Donika Arianitin, një përvjetor i rëndësishëm që ndërthur historinë kombëtare me trashëgimin shpirtërore dhe kulturore të Shqipërisë, ju uroj një të diel të qetë, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetin social Facebook.